Vetëm rapa mirë thoshte tash. Se gjente veten. Nuk janë që njerëzit me bën debate po është mirë që të bën lajka dhe lëpirë. Nuk e se bën debate pa lidhje. Bën debate me Mateo për situatën e vet, bën debate me tjetër për situatën e vet. Ai rri me lojtarët më të dobët. Që domethënë ai është i dobët vetë. Shiko, unë them që Miri patjetër është i dobët, por fakti që ai se më pëlqen në konkluzion që del Mateo, edhe ka shumë të drejtë, se ndoqja të gjithë debatin se qa u bë dhe normale e gjithë surpriza që u bëri Mateo Brikenës, pritesh të komentohesh, sidomos pjesa e përqafimit që nuk e përqafoj Brikena. Fakti që u habit Brikena për shembull nga pjesa e surprizës, nuk e bën atë për shembull siç e kanë etiketuar të tjerët që ndoshta ajo priste një surprizë nga dikush tjetër nga jashtë. Por u habit, u shtang se nuk e priste nga Mateo. Tani, Arushi nuk është se duhet ta bien të gjithë ata për shembull që mund të kenë jashtë të dashurit apo ku di unë më them tash. Mund ta bjerë edhe dikush, për shembull dhe babai Gocës, një Arush sepse ka qef e preferon atë lloj sendi le themi ose atë lloj dhurate. Nëse ky muhabet. Pse thot Mateo që pse jam dakord me Mateo që thot që lojtarët e dobët për shembull i mban afër vetes. Shiko, duke qenë se patjetër që Miri është lojtar i dobët, por jo vetëm për këtë arsye, duke qenë se ai është shumë i dobët. Nëse ati rastis në një nominim me ndonjën nga këta të dobëtit, çfarë bën? Mendon për veten e vet dhe normalisht shpëton për veten dhe dëmton këta. I lën në hije këta. Nëse për shembull Miri do të gjendesh në një nominim me Estelinën, apo siç bëri me Angelon e me shumë të tjerë, për shembull se radhën e parë, për shembull ishin javën që shkoi, prajmin që shkoi, ishin në nominim të gjithë meshkujt e shtëpisë. Nëse do ta donte Angelon aq mirë, aq shumë fort, si një mik, si një aleat aty brenda, mund të krijonte situata që Angelon ta ngrinin më shumë nga të tjerët. Por jo, nuk e krijoi, e lan hije. Pra, kjo tregon se Miri mban afër këta lloj personash deri në një pikë të lojës, deri kur nuk janë në nominim. I përdor ata ndoshta për t'i sulmuar të tjerët se vetë nuk e ka ata aftësinë e artikulimit. Miri nuk ka argumente, këtë e kemi vënë re. E vetmja lojë që është e tia është e Celinës, tani u hap edhe një lojë tjetër, për shembull kjo pjesa e mesazhit të babait Celinës që i kishin dërguar nëpërmjet kutisë Pandorës, gjë që edhe kjo do hajë diskutim sepse pritet që prajmin tjetër, parashikohet që prajmin tjetër duke qenë se ne ndjekim shumë bukur dhe e kemi kuptuar se si vjen rrjedhoja e kësaj loje, patjetër që do të jepet në prajmin tjetër për të hapur edhe një temë diskutimi më shumë akoma, sepse tani këtë javë, këto ditë për shembull deri të martë do po vëmë re që ka një ftoje Selin me Miri dhe do të diskutohet dhe Ledioni do të pyesë a mos është ky shkaku, shikojmë këtë klip e bla bla bla. Gja e kemi mësuar skenarin dhe e kemi parashtruar, e kemi paramenduar, e para bërë më saktë, jemi më të qartë. Pra, dua të dalë tek pjesa e Mirit që Miri mban këta njerëz afër në momenti kur deri në momentin që janë nominim dhe në atë moment që janë nominim shikon që të ngrej veten, por këta t'i lërin hije, siç ka bërë me Lornën, siç ka bërë me Angelon, e siç ka bërë me ku di unë se kush ka ndet me Mirin i fundit fare, edhe i fundit që ndryshoi lojën e tij që shkoi krah Mirit ishte Angelo, edhe ai doli, pavarësisht se Angelo kishte kuar në çik me thënë drejtën nga Rush dhe për të dalë. Kështu që prandaj them unë që Miri, prandaj e ka shumë i Mateo dhe jam bashkë me konkluzionin e Mateos që thotë gjithë lojtarët dobët i mban afër vetes, sepse do t'i përdorin në një moment të dobët të tij. Hajde, ciao.